Është zhvilluar sot dita e dytë e konkursit Çmimi Pjetër Gaci. Rreth 20 instrumentistë të vegjël kanë konkuruar në piano dhe në harçe dhe i përkasin klasave të 4-ta, të 5-ta dhe të 6-ta. Konsulenti artistik i aktivitetit Bardel Hysa thekson se gara në ditën e dytë do të jetë më e fortë, pasi edhe cilësia e fëmijëve është më e lartë. Kemi hyrë në zonën e nxehtë të konkursit, po them sepse është kategoria që ka një rritje cilësore dhe ka prumje sasiore. Kuptohet se është gjinia, domethënë sektori i pianos që dominon, që dje ka pas 36 konkurrent, sot ka 20 e sa konkurrent. Pjesëmarrja është shumë e mirë, domethënë në piano, mas dreke janë harçet, violina, violoncel. Ka një larmi për sa i përket cilësisë, sepse ka për atyre që vinë edhe për pasion, por ka edhe për atyre që janë profesionistat mirëfillt që frekuentojnë konkurse kombëtare dhe mbar kombëtare dhe kuptohet aty është gara më e fortë. Në këtë edicion marrin pjesë fëmijë jo vetëm nga tronet shqiptare, por edhe më gjerë, duke rritur edhe rëndësinë e këtij aktiviteti. Unë konkurova për piano, pata Bach në C-moll, pata Chopin në vals, Chopin në A-moll dhe kam pasur Tonin Harapin vals në D-dur. Unë një vamir, shpresoj me marrë vend parë absolut. Kam interpretu një pjesë të Bachut, një pjesë të Mozartit dhe një pjesë të Bergmüller. Çmimi Pjetër Gaci zhvillon edicionin e 24 të tij, ku këtë vit mbahet në teatrin Migjeni. Konkursi Çmimi Pjetër Gaci organizohet nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci me mbështetjen e Bashkisë Shkodër.